Mjeku i jep urdhër, kur mos pini vaj ulliri nëse vuani nga këto 3 sëmundje. Vlerat ushqyese dhe shëndetësore të vajit të ullirit janë të padiskutueshme, por ka situata në të cilat nuk këshillohet përdorimi i tij. Vaji i ullirit është jashtëzakonisht i mirë për shëndetin e zemrës, por bëhet i dëmshëm kur e ekspozojmë atë në temperatura të larta. Edhe pse kjo temë shkakton shumë polemika, është mirë të parandalohet dëmtimi i mundshëm i organizmit. Ajo që mund të themi me siguri është se ngrohja shkatron edhe strukturën e vajit të ullirit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ka shumë receta marinimi që përmban vaj ullirit. Edhe pse nuk është i dëmshëm, është krejtësisht i panevojshëm përdorimi i vajit të ullirit për këto qëllime, sepse ai thjesht digjet. Në fakt, mishi dhe perimet në pjekje nuk kanë nevojë të lyen me vaj. Mjafton të lyen me vaj grilat e zgarës në mënyrë që të merrni mishin ose ushqimet të pjekura në të edhe më të shëndetshme. Shumë njerëz përdorin vajin e ullirit për qëllime kozmetike, edhe më së shumti si maska për flokëve. Ai duhet të përdoret me kujdes në mënyrë që të mos krijojë shqetësime të organizmit edhe acarime të lëkurës. Por vaji i ullirit është një produkt fantastik. Nëse përdoret si duhet, ai mund të jetë një nga zgjedhjet më të mira për ju. Vaji i ullirit duke u përdorur me kujdes do të jetë një përzgjedhje e durë ushqyese. Edhe pse e zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do ju lejojë të merrni përfitime maksimale. Njihet për efektet pozitive në zemër, për mrekullinë që bën në trup dhe shkon përtej kësaj. Sipas zbrej saj do të rendisim përfitimet dhe rastet kur nuk duhet ta përdorni vajin e ullirit. Vaji i ullirit është një produkt fantastik që mbron shëndetin e lëkurës. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike. Redukton skuqjen e enjtjen dhe mund të ngadalësojë gjithashtu edhe shfaqjen e problemeve tuaja të lëkurës. Ai ka veti të mira antibakteriale dhe parandalon krijimin e komplikacioneve në shëndet. Përdorime të tilla të vajit të ullirit kanë veti të fuqishme antibakteriale dhe parandalojnë komplikacionet e saj. Vaji i ullirit është një element pozitiv që do të ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete të pasur me vaj ulliri ka një rol pozitiv në peshën tuaj trupore. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi i vajit të ullirit në dietat tuaja ditore do t'japë rezultate fantastike në reduktimin e kilogramëve të tepërt dhe përmirësimin e shëndetit tuaj. Vaji i ullirit është shumë i mirë për trurin. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit do të heqë grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të madhe mendore në botë. Ekspertët thonë se shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj është i mirë për trurin. Për sa kohë nuk e teproni përdorimet e vajit të ullirit, në shëndetin tuaj do të jenë mbreslënse dhe me efekte të duhura pozitive. Vaji i ullirit është një produkt fantastik që mund t'japë rezultate të mira edhe në shëndetin e kockave. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë gjithashtu kur kombinohet edhe me një dietë të mirë edhe me minerale të duhura, që mund t'i japin mbrojtje të mirë shëndetit të nyjave dhe të parandalojnë komplikacionet e tyre. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj ditore mund të jetë një produkt fantastik që do të zvogëlojë gjithashtu edhe problemet e inflamacionit. Pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri dhe ushqime të tjera të pasura me acide yndyrore omega 3 do të zvogëlojë gjithashtu ndjeshëm edhe problemin e radikaleve të lira në trupin tuaj, duke përmirësuar gjendjen tuaj dhe duke parandaluar komplikacionet e saj. Sigurohuni që vajin e ullirit ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja dhe kështu rezultatet që do të merrni prej tij do të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Vaji i ullirit është një produkt fantastik me shumë përfitime edhe për shëndetin tuaj të zorrve. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në zorr mund të shkaktojnë ulçër. Vaji i ullirit është provuar se ndihmon në luftën kundër bakterieve dëmtuese, disa prej të cilave mund të jetojnë edhe në zorr dhe janë rezistente ndaj antibiotikëve.
Ndaj, pasurimi i dietës suaj me këtë vaj do t'japë rezultate fantastike në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe gjithashtu e rritjen e rezistencës së organizmit tuaj. Vaji i ullirit është një produkt fantastik edhe për ata persona të cilët do vuajnë nga luhatjet e sheqerit në trup. Për sa kohë konsumohet dhe përdoret në formën e tij natyrale dhe brenda normës së rekomanduar mund të ofrojë vetëm të mira. Vaji i ullirit është konsideruar nga ekspertët si mrekullia e natyrës për shkak të vlerave ushqyese dhe dobive që ai i bartë. Sipas studimeve të ndryshme thuhet se një lugë gjelle vaj ulliri e papërpunuar në ditë mënjanon njësër komplikacionesh, përmirëson lëkurën, flokun, gjithashtu të gjithë trupin. Ju mund ta përdorni vajin e ullirit në sallata ose mund të gatuani gjëra të ndryshme në me të, por mund të merrni një lugë vaj ulliri esull çdo ditë dhe rezultatet që do të merrni janë fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Një lugë vaj ulliri çdo ditë do të jetë një mundësi shumë e mirë për të parandaluar problemet e ndryshme kronike, siç janë për shembull edhe ato të radikaleve të lira dhe problemet të Alzheimerit. Hipokampus është pjesa e trupit e cila kontrollon gjithashtu formimin, organizimin dhe ruajtjen e kujtimeve. Kjo është një pjesë e parë që prek edhe simptomat e sëmundjeve të Alzheimerit. Vaji i ullirit ekstra i pastër mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese që mund të shtoni pa frikë në dietën tuaj. Dhe rezultatet që do të merrni është një kujtesë më e fortë dhe më pak probleme të toksinave në trup. Shumë studime kanë treguar se vaji i ullirit do të ngadalësojë rritjen e radikaleve të lira dhe problemeve të gjirit tuaj, duke e renditur atë si një nga vajrat më të rëndësishëm ushqyes që pa frikë mund të shtohen vazhdimisht në dietat tuaja. Studimet kanë treguar se shtimi i vajit të ullirit në menunën tuaj ditore do të përkthehet në një element të fuqishëm mbrojtës për organizmin dhe parandalimin e komplikacioneve dhe rënies së imunitetit. Vaji i ullirit është i mirë për të gjithë, për sa kohë konsumohet brenda normës së rekomanduar dhe brenda standardeve të tij, është një përzgjedhje fantastike. Por ka disa raste specifike kur vaji i ullirit nuk duhet të përdoret. Sipas ekspertëve, nëse jeni duke marrë medikamente të caktuara, siç janë ato për diabetin, vaji i ullirit nuk duhet të kombinohet në të njëjtën kohë në dietën tuaj. Sipas ekspertës së shëndetit, duhet të tregoheni të kujdesshëm me kohën kur doni të shtoni vajin e ullirit në dietën tuaj, pasi nëse jeni duke marrë medikamente të caktuara dhe shtoni edhe vajin e ullirit në të njëjtën kohë, do të krijojë gjithashtu luhatje të theksuara të shëndetit, probleme të kundërindikimeve të tij në organizmin tuaj. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj është i mirë për sistemin tretës. Vaji i ullirit është i njohur për vetitë e tij të buta laksative, duke bërë atë të dobishëm për sistemin tretës dhe të vegjëlit. Ai mund të ndihmojë gjithashtu në rregullimin e zorëve dhe parandalimin e problemeve të kapsllëkut. Përfshiheni atë në sasi të vogla dhe kështu do të nxisni një organizëm më të fortë, më të shëndetshëm dhe më pak probleme të tij. Vaji i ullirit është një element pozitiv i dietës mesdhetare dhe mund të lehtësojë komplikacionet e saj për sa kohë konsumohet në formën e tij natyrale dhe pa e tepruar në përditshmëri. Vaji i ullirit është i mirë për zhvillimin e trurit. Yndyrnat e shëndetshme që gjenden te vaji i ullirit janë thelbësore për trurin të vegjëlit. Truri është i përbërë kryesisht edhe nga yndyrna. Yndyrnat e pangopura të vajit të ullirit kontribojnë në zhvillime thelbësore të funksioneve njohëse të trurit, duke penguar kështu edhe rënien e aftësive njohëse. Për sa kohë vajin e ullirit e keni pjesë të dietave tuaja ditore, sigurohuni ta përdorni me kujdes dhe rezultatet që do të merrni janë fantastike për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vaji i ullirit është një element shumë i mirë për shëndetin e nyjeve. Ekspertët shtojnë në një zëri se shtimi i vajit të ullirit në menunën tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të nyjeve dhe parandalimin e kockave të dëmtuara. Vaji i ullirit është një produkt i cili mund të japë rezultate të mira për nyjet tuaja, do të mbajë larg komplikacione dhe do të rrisë gjithashtu edhe rezistencën e shëndetit të tyre. Sigurohuni ta përdorni me kujdes në të mirë të vlerave që ofron shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.